E dini që një person ka mesatarisht 4 kg beturina që akumulohen në zorë? Për më tepër, ata që vuajnë nga zora e trashë intoksikuar dhe nga kapslloku mund të mbajnë deri në 10 kg beturina. Në fakt, qarkullimi ngadalë i zorëve është konsideruar si një nga faktorët kryesor të obezitetit dhe mbipeshës. Natyrisht, pas pastrimit të zorrës së trashë dhe zbrazjes, gjithashtu do keni një metabolizëm më të mirë që të çon në humbje të peshës. Pra ju vuani nga entja e zorëve, vuani nga kapslloku dhe kaloni ditë pa shkuar në tualet. Është koha të gjeni zgjidhjen. Lajmi i mirë që është për të mposhtur kapsllokun është më e lehtë se që imagjinoni. Do të pyesni, si? Thjesht duke përdorur Livera Seltzer. Nëse personi do të përdor këtë medikament, atëherë do të përmirësoj tretin e tij. Kjo do të reflektohet në shëndet, sepse nivelet e triglicerinës do të ulen, kolesteroli do të ngrihet dhe barku do të jetë edhe më i vogël, do të jetë më i sheshtë, do të humbisni peshë, pamja e lëkurës do të përmirësohet, fryma gjithashtu do të përmirësohet, edhe ju do të ndiheni të jeni sigurt shumë më mirë me veten tuaj. Dhe kur përmirëson tretjen, ju pastron organizmin. Barku bëhet më i sheshtë, zora juaj nuk do të entet, gazdra do të ulen, dhimbja e barku do të reduktohet, humbja e peshës dhe sasia e mbeturinave e cila është shtypur në zor do të lëviz. Me ne është Blanka Perez, një grua që ka filluar të vuajë nga kapsllëku para 3 vitesh. Tretja ime ishte normale, shkoja çdo ditë në tualet. Por papritmas fillova të shkoj 2 herë në javë, ose çdo 8 apo 10 ditë. Fillova të shqetësohesha sepse stomaku i fryrë në një farë mënyre, dukesha sikur t'isha shtatzan. Këto simptoma të bezdisshme filluan të bëheshin pjesë e përditshme e jetës së Blankës. Fillova të ndihesha plot me gazdra, dhimbje në stomak, fryrje të barkut, pak a shumë si kolit. E dija që ishte për shkak të kapsllokut, por sipas mendimit tim, për mua kjo nuk ishte një situatë normale. Nuk e mendoja që ishte diçka e rrezikshme apo serioze. Këto simptoma janë vetëm reagimi që trupi po fillon të toksikohet. Dhe nëse ne lëm pas dore, kjo ka gjasa që të jetë e përditshme. Fillova të ndjehesha e sëmur, të kisha dhimbje të trupit. Më flijej shumë gjumë, fillova të ndjehesha e rënduar, e lodhur dhe të vuaja nga era e keqe e frymës. Isha krejtësisht e pafuqishme. Lëkura po dëmtohej. Fillova të kisha një stomak të zmadhuar dhe çdo gjë që konsumoja më shëndoshte. Të ndihesh keq nuk është normale. Të kesh entje nuk është as pak normale. Normale është të ndihesh mirë dhe ne mund të arrijmë të ndihemi mirë vetëm me përdorimin e programit Detox, i cili shërben thjesht për të përmirësuar aparatin tuaj tretës. Kjo është e vërtet. Blanka mund t'ju demonstrojë rezultatet e mrekullueshme të Livera Seltzer, fibrave gjallëruese me planin Detox. Në 14 ditë, tretja ime ishte përsëri perfekte. Barku im e humbi ëndjen, rrobat më bënin përsëri dhe u ndjeva plot jetë. Trupi im është dezintoksikuar dhe fryma e keqe u zhduk. Rezultatet e zbatimit të këtij plani ishin mbreslënse. Blanka humbi 30 cm nga barku dhe 7 kg me këtë metodë. Gjëja e parë që vura re ishte se barku im ishte 140 cm, por më pas u zvoglua në 110. Ky ishte një ndryshim total. E gjithë lodhja ime, dhimbja e kokës, fryma e keqe u zhdukën, lëkura u përmirësua dhe gjithë pamja ime ishte ndryshe. Dhe e mira është që unë nuk ndihem më sëmur, që kur kam marrë fibrat, shkoj rregullisht çdo ditë në tualet. Ndihem shumë më mirë. Ndihem e pastër nga brenda. E mira e Livera Seltzer është se ka një shije të pëlqyeshme. Në fakt, disa njerëz e krahasojnë me shijen e sodës. E vërteta është sikur të kem pirë soda, më pëlqen më shumë dhe çështja e shijes është shumë e rëndësishme, sepse është diçka që do ta gëlltisësh çdo ditë. Përfitoni ofertën prezantuese dhe do të keni këtë fibër të re gjallëruese Livera Seltzer plotësisht falas brenda porosisë suaj. Pra do të merrni dhe një konfeksion plus edhe për 30 ditë të tjera, nga kjo fibër pa asnjë kosto. Kjo ofertë është e mrekullueshme, sepse ne mund të kemi 2 shije të ndryshme dhe mund t'i alternosh ato. Një ditë mund të pim fibrën me shije limoni dhe të nesërmen me portokalle. E vërteta është se shijon me të vërtet, pavarësisht dëshirave të ndryshme. Nëse ju nuk e keni vendosur akoma, na ndiqni me vëmendje. Duke telefonuar tani, do të merrni gjithashtu edhe planin e shkruar Detox pa asnjë kosto.
Një program që do t'ju ndihmojë të dezintoksikoni zorrën e trash në vetëm 14 ditë absolutisht gratis. Ky produkt nuk gjendet në treg, vjen tek ju vetëm nëpërmjet këtij transmetimi televiziv. Pra thjesht telefononi në numrin që shihni në ekran dhe mos harroni të pyesni si të bëni tuajin këtë program detox pa asnjë kosto. Për më shumë informacion, telefononi operatorët tanë dhe porositni Livera Seltzer. Falas do të keni fibra gjallëruese me shije limoni plus planin detox, i cili është plotësisht i përfshirë në porosin tuaj.